Ne kemi pas disa herë takime me protestust, jo vetëm një herë, kryesisht pjesa teknike e kabinetit që merret me ekzekutimin e proceseve dhe vendimeve. Në tendencat tona, në objektivat tona është shlirimi i rrugëve të Prishtinës, heqja e të llovive në trafik, të llovive të panevojshme, mundësimi i qarkullimit sa më të lirshëm në komunikacion, si të gjithë pjesëmarrësve, jo vetëm të makinave, po edhe të këmbësorëve dhe pjesëmarrësve tjerë. Një prej këtyre hapave është puna që është bërë edhe që po bëhet në rrugën Ilir Konoshevsi, që njihet në masa si rrugat e Xhamia Llapit, ku këta transportues ndërurban e përdorin kryesisht edhe me të madhe si stacion të autobusave, që faktikisht nuk do duhet ishte as me vendimet e mëhershme të ministrisë, as me asnjë të përdoret si stacioni autobusave, po vetëm si vend ndalim ku marrin edhe zbresin udhëtar për një afat shumë shkurt kohor, domethënë 2-3 minuta, jo me prit me orë ose me minuta të tërë në atë segment. Kemi heq nga ai segment po ashtu edhe parkingun e Prishtina parkingun, e kemi liru të dyshiritat për qarkullim në një drejtim, që është ndalje të Prishtinës, njësoj është edhe në anën tjetër për në hyrje të Prishtinës. Është një fytyrë ngushtë, ka të qarkullim të madh të veturave që kalojnë nëpër atë segment, dhe është parë domosdoshme që të marrim masa për të zhvendosur transportin ndërurban në rrugët të cilat i takojnë transportin ndërurban, që janë rrugët rajonale, të cilat e lidhin Prishtinën dhe që çojnë në pikën kryesore të ndalimit dhe që është stacioni i autobusave. Me këtë reformë, më thonë, me këtë lëvizje ne e kemi pas përmbyllur pikën e parë që është reforma e transportit publik urban dhe bileta unifikuar, kështu që qytetarët që vinë nga cilado zonë e Kosovës kanë qasje në transportin urban me vetëm 80 cent mund të arrijnë në të gjitha pikat e nevojshme dëshiruara nga ta në gjithë Prishtinën për gjithë ditën. Nuk është një koste pa realizueshme, nuk janë koste të tepërta, ka reforme cila përmbush pika hap pas hapi, domethënë shkon të e përmbush reformën afatgjatë që është rregullimi i gjithë trafikut edhe funksionalizimi i qarkullimit multimodal ku hyjnë edhe bicikletat edhe taksit edhe shumë elemente tjera të qarkullimit. Kemi marrë kërkesa prej transportuesve ndërurban të PDI-vës, kërkesa që vinë vetëm prej tyre, nuk vinë prej shoqata tjera, që është ata me vazhdu me përdorë qendrën, rrugën qendër për me hyjë dhe me mri në stacion të autobusave dhe me vazhdu me marrë udhëtar në segmentin e rrugës Ilir Konoshevsi, e cila, siç e përmenda më herët, është e parealizueshme nga ana jonë, ka ndryshuar dinamika e zhvillimit të qytetit, ka ndryshuar dinamika e numrit të veturave që hyjnë në qytet, ka ndryshuar dinamika jo vetëm e kryeqytetit Prishtinës, por e gjithë Kosovës, do thani me të fol për një zhvillim të jashtëzakonshëm për një kapacitet shumë të madh të veturave në sektorin privat, nëse përpara dikun kanë qenë 150.000-200.000 vetura të regjistruar, sot janë 500.000 vetura të regjistruar në Kosovë, më thonë është mbi dyfishu numri i veturave, normalisht edhe qarkullimi në rrugët e Prishtinës është krejt Kosovës është shumë fishu. Vetëm Prishtinë, momentalisht, me matjet e fundit që kemi bërë vitin e kalum, kemi dikun mesatarisht 140.000 vetura që hyjnë ditë. Me shtri horizontalisht, janë 420 km, me vizualizu pak ma mirë, është sa për Prishtinës deri në Sarandë, me shtri një kolon të veturave dhe me thonë kjo kolon ka me hyjë edhe me qarkullu në për Prishtinë. Është një numër jashtëzakonisht shumë i madh i veturave, është një punë jashtëzakonisht shumë e madhe e ekipit mobilitetit që po bëhet për me zbut trafikun, po mundohemi edhe me rrugën A dhe me zgjidhje tjera dhe me rrugën e Arbërisë me zbut edhe daljet e qytetit edhe lidhjet në mungesë të një unaze që e lidh Prishtinën dhe i lidh lagjet të ndryshme të Prishtinës, po mundohemi me bë diçka mbrana këtyre kushteve që i kemi. Një prej këtyre hapave është edhe me zhvendos transportin ndërurban në rrugët rajonale.